E pra të ndëruar meq, nga biseda e labit me Bleonën, ktheheni me mua Bleronën. E tashmë ne do të vazhdojmë, kemi rubrikën tonë ekskluzive, ku do të flasim më shumë për promovimin e një klipit më të ri të këngëtares Linda Alimi. Linda, mirë se erdhe sërish në një kafe me labin. Nuk është se nuk e sin edhe i rave tjera, por këtë herë për një arsye tjetër, për të promovuar shtu klipin tënd më të ri, I Just Wanna, nëse nuk gabohem. Do të kemi kohë të flasim në tatë me vazhdim më shumë për realizimin, për bashkëpunëtorët, mandej promovimin që është bërë këto ditë në mbrëmje. Fillimisht tregom ti, a je kënaqur prej promovimit të klipit? Kom bet ma shumë se e kënaqur, faktikisht për shkak se u bë pak më e madhe se sa që e kom prit. Ka pas njerëz shumë, ka qenë tamam party, fun, artim, edhe kemi kalu shumë mirë. Rregull. Për mos të folur kështu përmendsh, për ata që nuk e kanë pa, do të kemi mundësi tani më t'ju japim ca pamje prej atmosferës promovimit të videoklipit të Linda Alimit. E mandej do të kthehemi sërish të flasim më tutje dhe më gjerësisht për këtë klip, për këtë promovim, për këtë këngë e për shumë plane tjera në të ardhmen e Linda Alimit.
Jemi rikthyer mi së dashur këtu në studion e Një Kafe me Labin, jemi sërish me Linda Alimin. Who run the world, Linda? We do, girl. Okej, komplimente. Unë kom qenë edhe pranishme atë natë, mirë po besoj që edhe shikuesit tash patën mundësi të shohin se si ka qenë nata. Ke pas shumë mysafir, ke pas familjar, mes të ngushtë, tregon pak si e kanë prit ata dhe ti si e ndjen në ato momente kur i ke pas gjithë afër. Në fillim me tregu drejtën se prindëmi se patën pa heq videoklipin, edhe tash normal si shqiptar që kemi pakat ndalu bi pak se edhe kur e pash videoklipin, kur e pam gjithat natë bashkë, faleminderit që transmetut pak, se për televizione, si që kom thënë edhe më herë, se s'është edhe mirë me transmetu. Mirë po, kur e pam prindrit, isha gjithkohën të i pa ftyrat e tyra, të thënë tash, a kanë me pranu videoklipin, a s'kanë me pranu, edhe. Mami, qika jam kur klip batë mirë, s'pas ke bo. Babi jem, hajde më stani se shumë mirë, kë ka thë, mase ata po thojnë mirë, nuk po flasë mo, s'është në rëndësi, edhe shumë mirë, dhe më thënë kemi kaluat natë, kanë qenë edhe vllazënit ka ardhë aj për Zvicrës dhe që me ardhë në videoklip, se kom pa një vete gjysëm, edhe dhe më thënë jemi konë gjithë bashkë, këzdi ka qenë një natë e parrushme, të marë parasysh edhe konga promovim, mi kom po herën e parë një konge, edhe mirë shumë. Tër këto promovim, klip, i angazhim shumë i madh, mysafir të shumët. Mirë po fatkeqësisht, edhe ti si që përmende, kënga nuk mundet me u transmetu në televizione. Pse bëre pasi që nuk mundet me u transmetu? Ka qenë ide e imja dhe bashkëpunëtorëve që jam të bashkëpunu tash, dhe më thënë, kam disa biseda që një vit gati për 9 orë, edhe tash ata më kanë thonë që duhet një videoklip për tregun Amerikan, normalisht, është si lloj audicioni ky videoklip. Normalisht nuk kam dashur me depërtu me këngë tilla, mirë po shekullin 21 gjithçka po kërkohet urban, edhe nëse se bën urban, nëse se bën me femra, nëse se bën në këtë mënyrë se që kam bënë pak a shumë edhe shumë e vështirë me depërtu, dhe normalisht secili artist ka ëndër me depërtu. Edhe ke kontaktu me ata, si u ka duk, a ke qenë prapërsisht? Videoklipin akoma s'ja kam dërgu, për shkak se mas promovimit është dasht me editu disa skena, dhe me thënë se ja ka qenë uncensored, edhe për YouTube faktikisht duhet pak mi bëhet censored disa skena, për shkak se normalisht edhe YouTube nuk i pranon ato videoklipe. S'po më pranohet klipi kërkun. Nuk e kom po për televizion, ka qenë për atje, mirë po si videoklip i pa prem, uncensored ka me transmitu në muajin nëntor, dhjetor. Rregull, dhe në YouTube, kur të transmetohet? Sonte del pa tjetër se jam lodh më të pritë. Dhe tjetë plus 18. Po ju dërgoj edhe aty në të Imagine, që e kanë punu klipin të regullojeni ma shpejt. Okej, gjitha ata pra që dojnë sot mbi moshën 18 vjeçare mundën sot me pa në YouTube klipin. Për ndryshe tregon pak për gjërimet, ku janë bo, ideja e kujt ka qenë? Gjërimet janë bo të paintball, që është fusha paintballit, jashtë Prishtinës. Ideja ka qenë për të paintball, ka qenë e grupit Imagine. Mirë po ideja që shkam dasht me bo klipin ka qenë e jemja, kështu që ata kanë mendu që ma mirë është me bo klipin atje. Si pas idejes që kam kërkuan. Okej, po sa i përket bashkëpunëtorëve të këngës, teksti, muzika? Teksti, muzikën e kom bo vetë zakonisht. Kurse bitin e ka bo, instrumentalin e ka bo një djallë prej Bronxit, 19 vjeçare, që është shumë i talentum. Okej, edhe tregon pak për pamjet e klipit, janë edhe disa vajza aty, janë shqiptare aty? Po, ka shqiptare, ka edhe të nacionalitetit serb, janë 2 modele. Kjo puna e modeleve serbe u bu pak e madhe, po mendoj njerëzit që jam anti-shqiptare ku diun, po kjo nuk është as pak e vërtet, se mas pare jam rrinë familje shqiptare dhe s'ka se si me qenë ashtu. E dyta, nuk jam këngëtarja vetme që bëj modele, që marrë modele serbe. Edhe fundja nuk është se ti zgjedh ato, zgjedh produksioni, apo si ka ndodhur? Jo, faktikisht modelet i kam zgjedhur unë, se i kam njoftë edhe ma herë, dhe më thënë jam taku në lëqen me to, më kam pëlqy si duke, një kam thënë a keni që me qenë videoklip, i kam marrë, 99% treperave dhe të këngëtarëve kosovarë janë me modele serbe. Këto, dhe më thënë, normal jo gjithë e thonë, haptas, po nuk e kam problem me thonë diçka haptas nëse e bëjnë një gjopë, për shkak se nuk po e bëj për msheft, sa jo prap do të shihet. Po, normalisht kujna
patriotave që janë të Facebookut, aty në ju pengon edhe. Po s'po kam do të thënë edhe kohë me hy fort në Facebook se vllaja menaxhon profilet. Okej, Linda, kohëve të fundit, përmes me thonë këto 2 muajt e fundit kemi pas shumë të ndryshu pak me flokt, me nzyra. A je rahat tash? S'po moj më bo rahat. Po, tash mirë, jo. Se shkone, pse këtë ndryshim, ke pas gjirimet të ndonjë klipi tjetër, apo? Jo, kam i pas prap edhe për një kong tjetër, po këtë herë jo për plus 18, po do jeti me idolin shqiptar Leonora Poloskën, të adhuroj shumë, edhe me zi po pres edhe për atë videoklip. Tash të martën kanë me qenë edhe gjirimet me Bojan, këngëtaren që kanë bo videoklipin me djalin e ambasadorit, ish ambasadorit Christopher Dead, po. Të martën i kemi gjirimet, edhe aty tash edhe që t'javë kemi gjirime, po klipi sonte I Just Wanna transmitohet. Do me thënë, nësa kuptova, je duke punu për 2 klipe të reja. Tregon pak për këtë të fundit me Bojanën, ku e keni bo këtu Prishtinë kemi me bo, tekstin edhe melodin për pjesën time kam bo vetë, Bojane e ka bo pjesën e vetë. është këngë ritmike, besoj? Jo, është balad. është një balad. Dy balada tash të vinë. Se në balada e kam gjithë gjithmonë vetën. Kjo ka qenë thjesht për qefi. Kam dash me eksperimentu me këngën I Just Wanna dhe kam bo. Edhe si lindi bashkëpunimi me... Përmes Blerim Gjocit, cilin e përshëndes shumë, ajna ka lidhë faktikisht, dhe përmes babit Bojanit, se një jemi familjarisht edhe kemi dalë, më ka të regu që edhe djalli ti mirët me muzikë edhe e bojmë një duet e bojmë. E po mirë të rejë suksese në këtë projekt, edhe të lasim pak edhe për projektin me Leonora Poloskën. Duket ka një kohë të gjatë, për të ka ca mujë që jeni duke u përgatit për këtë këngë. Po kemi, pa kohë për shkak se kom qenë edhe me videoklipin edhe Leonora i ka pas angazhimet e veta dhe inshallah më në fund po bëhet se ëndër e kam pas me vite këtë duet. Përzi thjesht ka diçka rreth saj që thjesht do me thonë kur e ndëgjoj në studio tuk në unë s'munde me ndërprese, emocionona shumë edhe dalë për studios. Okej, të rikthehemi pak sa edhe këto muajve të verës, ku e kishim lindën, ishe me koncerte? Faktikisht, qëta mujt verës nuk kem kanë fort në pushime, 4 ditë kam qenë pushim, koncertet nuk kam bo ma shumë se 15 mbrëmje në fillim të verës, ka qërshori kur riku pak. Ma shumë jam angazhu me qendrat e dobësimit, për shkak se tash edhe në Prizren kemi me hapë se linë, edhe punë shumë, ko pak, po ja dalim disa. Okej, tregon kur kime vendos me pushu diku, a kime shku në pushim tash? Në fund të mujë tash du me shku pak, ndoshta edhe një 4-5 ditë tjera, se ma shumë s'po ma lejon koha. Në rregull, për pas 2 klipeve të reja, si përmende që të realizosh, kenë plan ndonjë album? Në fakt jo, për këto jo. Nëse kur zhvendosem në Amerikë, pastaj besoj që do të bëj diçka. Okej, si që po dije tashmë Prishtina mbrëmje ka pas një atmosferë goxha të gjallërushme për praninë e Ritës që ishte... Po, kam dëgju që ka. Pate mundësin me po, se jo? Fatkeqësisht nuk kam pas rast me po, se e kanë transmetuar duket edhe në televizor në tregun shoqënia, po jo s'e kam pa. Mirë po kam e pa me njerë si që shkoj, se më pëlqen Rita. Okej, Linda, nëse ke diçka tjetër për fund, veç faleminderit që më keni thirrë në intervistë dhe po shpresoj që keni me pasun të videoklipin I Just Wanna në YouTube, në kanalin Zyrtar. Do ta shohim secili personalisht për shkak se televizion nuk kemi mujt me transmetu, e për këtë arsye pasi që këtë këngën e re nuk kemi mujt me transmetu, besoj që jemi në rregull me transmetu ndihmën. Po, patjetër. Palo da jote, kështu që faleminderit edhe një herë shumë për të uroj suksese, jemi të ardhur gjithmonë. Shumë faleminderit edhe të nina si në shpejt.